Drejtoria e arsimit si çdo herë është një me të vërtetë si që edhe Cekët është një dikaster shumë jemi të angazhuar non stop. Momentalisht jemi në kuadër të përgatitjeve për testet të arritshmërisë për maturantët, madje përse maturantët, transferet e brendshme të mësimdhënësve që pason domethënë mandej me konkurs, maturantët, siç e dini, me ekskursione, por edhe se maturantët. Ka qenë një temë interesante. Po, ka qenë vërtet, ka qenë mirë, po edhe ajo është përmbyllur me sukses, mendoj. Dje është në Shqipëri, më duket këto. Po, kemi qenë. Më duket që I keni vërcjell vazhdimisht maturantët të zbashku me kolektive. Po, sidomos dy grupo nusa. Po, dy zyrtarë nga drejtoria e arsimit vazhdimisht kanë qenë, gjithashtu edhe në dy grupe ka marrë pjesë. Në njërin prej grupeve vetëm një vizitë kështu blec. Gjithashtu edhe kryetari I komunës ka qenë non-stop në vizitë, I ka vizituar maturantë, është siguruar për mbarvajtjen e këtij procesi. Shpend, çfarë ndodhi këtë vit me dërgimin e maturantëve në Shqipëri, duke e ditur që vitin e kaluar ju s'keni qenë në fakt në këtë pozitë, por më tregoni çfarë realisht ndodhi. Siç e dini, për ekskursionet e maturantëve dhe se maturantëve dhe në përgjithësi ekskursionet një ditore për nxënësit për gjeneratat e ndryshme janë të rregulluara nëpërmjet udhëzimeve administrative. Kështu që është obligim I shkollave, obligim I drejtorisë komunale të arsimit që të bëj organizimin, që të bëj mbikëqyrjen në mënyrën sa më të mirë të mundshme. Domethënë jemi të obliguar të I dërgojmë, të I mbështesim maturantët. Si ka shkuar komplet organizimi, ka shkuar në mënyrë më të mirë të mundshme, duke ditur që është një barë e madhe për drejtorinë, për personelin mësimor, për t'i pa sa më mirë dhe për t'i akomoduar nxënësit, sepse është një barë e madhe për juve dhe prind që u besojnë fëmijët e tyre. Po, digun rreth 1070 maturantë kanë qenë si vjet. 1070 dhe që kanë marrë pjesë në ekskursion. A ka qenë vështirë menaxhimi I tyre? Po secila klasë e ka pas, domethënë secila klasë e ka pas edhe kujdestarin, dikush nga këshilli I prindërve ka qenë drejtoria e shkollës, udhëheqësia e shkollës, si dhe siç Ceka edhe dy zyrtarë nga DK-ja, të cilët në mënyrë direkte kanë marrë pjesë në mbikëqyrjen dhe mbarvajtjen, domethënë janë siguruar që ata të kalojnë mirë. Nuk kemi hasur në ndonjë ekses që ja vlen për të përmendur. Dhe siç thash, grupa fundit ka ardhje, çdo gjë duket që është arrit qëllimi I këtij ekskursioni në Shqipëri në mënyrë më të mirë të mundshme, është përmbyll ky cikël. Po, edhe nxënësit janë da të kënaqur, prindërit gjithashtu, mësimdhënësit, ka qenë domethënë një eksperiencë besoj e mirë. Ke pasur një zhgënjem me vitin e kaluar të atyre që kanë përfunduar në mësimin edhe në fakt cili është ngushëllimi për ta? Nuk di cili do të jetë ngushëllimi, por se qysh ka ardhur deri te anulimi në atë kohë, mendoj që janë arritur afatet kohore të vendimit për të shkuar apo jo, mandej siç duket në atë kohë operatorët ekonomik ka shfrytzuar këtë farë kohë sensitive që ka qenë afatet dhe ka arrit domthon dikun çmimi deri 160 euro, 170 euro. Është një kosto shumë e rënduar për familjet. Dhe kjo ka qenë domethon edhe duke ditur që maturantët siç e dim edhe në vetë kemi qenë dhe jemi maturantët janë në një kohë kur domethënë mund ndonjëherë të mos jeni të menaxhueshëm, frika nga keqpërdorimi ose abuzimi, çfarë do të qoftë. Ndoshta temat më të ndihshme për ju si dikaster. Po, saktë. Dhe në atë kohë, pra tash një vit, Këshilli I Prindërve kanë kërkuar që domethënë të anulohet dhe askush tjetër nuk ka mund domethënë të anuloj përposhtë kryetarit të komunës. Kem pas shumë pak kënaqësi të atyre nxënësve duke krahasuar me këtë vit. Realisht tash do të jetë kjo lloj dërgimi I maturantëve sikur këtë vit edhe viteve tjera apo pa marrë parasysh do të vazhdon kjo çfarë ka ndodhur këto muaj në komunë Gjilanit. Kjo është edhe ka qenë një kosto goxha e lartë apo jo? Po. Kjo është në kuadër të shkollimit para universitar, domethënë që hen një ndër
metodat ose të që ne si institucione, si komunë, si shtet ofrojmë për nxënësit. Duke filluar nga mirëmbajtja e shkollës, kushtet të cilat i ofrohen, këto janë gjitha shpenzime. Me qenë se parashit me udhëzime administrative, matura, ekskursione, mendoj që dhe ne besojmë që edhe në të ardhmen kjo do të jetë, domethënë, si metodë që ne do ta mbështesim, pra secilin gjenerat dhe jo vetëm maturat kështu në mënyrë gjenerale për gjithë, mirë po do të ketë edhe do të bëjmë seleksionim për nxënësit e mirë, shpërblime, domethënë, pse mos i dërgojmë ata jashtë vendit diku në një ekskursion. Pra ta bëjmë edhe shkollimin, ta bëjmë si lloj gare, po me karakter të mirë, me karakter pozitiv. Gjithashtu është plani që vitet e ardhshme sepse nxënësit paguajnë, sidomos maturantët, se maturantët paguajnë edhe për fotografime, paguajnë edhe për këto. A keni menduar edhe këto, do të thotë edhe këto ti largoni nga ky obligim? Po, sepse është bare madhe edhe për familjen dhe domthonën shteti i Kosovës garanton shkollim, domethënë pa kompenzim, domthonën publik për. Dhe kjo është një ndër metodat. Shpend më intereson di si e fillove mandatin e drejtorit dhe si u binde me udhëheq ka dikaster ndihshëm. Edhe kaq sfidues. Po, me qenë se merremi me politikë, jemi aktivist politik, nganjëherë domthon edhe nuk është. Ktu bie poshtë aktivizmi politik. Po, nganjëherë nuk ke edhe domthon shumë opsione. Në fakt aty nuk je si antar i vendosës, je si shpendu hiu, edhe si profesionist. E vërtet, po, fiks, edhe ajo. Por që është mandat politik, është mandat që vjen domethënë me mandatimin nga kryetari dhe është mirë me mbajt mend për gjëra të mira. Po, Ky është synim ndoshta edhe nga ana jote. Po, fiks. Un jam aktiv, domethënë gjatë tërë ditës me aktivitete, me edhe në drejtori aty me zyrtarët dhe un me qëllimin dhe me mendimin më të mirë, zgjohem më gjatë. Fjalë të mira sa i përket çështjes tuaj si drejtor, edhe kështu që çështja qytetare është e mirë kaq juve sepse i keni prit deri në ta qytetarët, keni pas çështje korrekte me ta e kështu me radhë. Di që çështja e punës konkurseve është sfiduese për juve. Gjithmonë jeni target i konkurseve. Sa është sfiduese kjo për ty? Po është tepër sfiduese. Ne në Gjilan edhe në Kosovë jemi një familje madhe, si më thonë, edhe gjithë komuniteti dikun njihemi dhe lidhshmëri, po ose familjare, ose nga ana e babit, ose nonës, ose gruas, ose dhe me vërtet është sfiduese, mirë po nëpërmjet formimit të komisioneve, sepse me udhëzime administrative parashihet çdo send, domethënë një drejtor, një nga Këshilli i Prindërve, një zyrtar nga burimet njerëzore, një nga zyra e komunës dhe çdo herë mundohemi që të jemi sa më gjithë përfshirës dhe të synojmë cilësien. Shpend sa është arrit kjo pikërisht çështja e cilësisë? Ne nuk di se si të flasim për ne jemi në qëllimi jon, puna jone për të ditshme është që të ngritim cilësinë. Kjo normalisht do të reflektohet. Arsimi është që është një dikaster i madh, është një drejtori e madhe dhe sikur veprimet e këqija ose trendi negativ edhe trendi pozitiv është vështirë të identifikohet me një periudhë qoftë 1 vjeçare, 2 vjeçare, por edhe 4 vjeçare. Unë kam shikuar dhe jam interesuar për si ndodhin këto trendet e zhvillimit pozitiv. Do thotë dikon nevojitet dikon edhe 15 vite që një metodë mirë apo e keqe të jep frytet e saj, domethënë në arsye.